Banorja Big Brother VIP Kosova 4, Eliona ka ndarë një rrëfim shumë emocionues dhe prekës për jetën e saj, ku ka zbuluar dhimbjen e thellë që ka përjetuar pas humbjes së nënës dhe motrës në një aksident tragjik. Me lot në sy, Eliona ka përshkruar momentet e vështira kur më 25 korrik u nis për në Kosovë me autobus, por rruga përfundoi në tragjedi. Jemi nisur me autobus për në Kosovë dhe mezi prisnim për të ardhur. Nuk ka pasur më të lumtur, më 25 korrik, ora 6:20 kam dëgjuar njerëz duke bërtitur dhe veç e mbaj mend që kam dalë kam qenë krejt vetëm. Kur e kam parë motrën e madhe, por motra tjetër mungonte. Babi dhe vllai ishin në Gjermani, ne ishim vetëm vllai dhe motra, tregon Eliona. Kemi qenë duke e kërkuar, e pastaj kam parë këmbën e mamit dhe ja tregova motrës. Kam dalë në rrugë dhe e thira babin në telefon sepse e gjeta telefonin e mamit në rrugë. E kam thirr babin dhe i thash se kishim pasur aksident. Vaj u nis të vinte në Kroaci. Për motrën kishim mbajtur shumë shpresë, rrëfeu Eliona. Më mungon mami dhe motra dhe më mungon të gjej shtëpinë vetëm me gëzim, shtoi ajo.